po të mëra 3 shembuj. Qartë pra e kuptoj. Që populli ngrihet në një moment saktuar, do të krijuar një amalgam që nuk është gati. Tani për ta them troç, është gati e proveta. Janë gati e përbërësit, duhen marrë dhe duhen hedhur këtu brenda të përzjedhë. Po kush duhet ta bëj pra pse? Se nuk është se, më fal, nuk është se s'ka alternativë. Pra ne nuk kemi në këtë vend vetëm 2 partitë e vjetra politike, po kemi edhe ca partitë të reja, të cilat japin shpresë, rinisi japin shpresë. Pse nuk beson ky popull? Pse? 11 maj, opozitën e kanë nxjerrë në kushte jo të mira. Opozita në tërsinë e vetë, do në kam pranu përgjegjësinë time i pari, si kandidat për deputet i Djathtë Zhvillim, që ne të shtuam gjithë si opozitë, të gjithë. Pavarësisht se ca morën 50, Lapa i mori 1, Shaj i mori 2, Qori. Opozita këtu doli me brinjë të thyera. Sa për fajt kodit, sa për fajt PS-PD, sa për fajt tona. Pa dyshim, nuk preshtojnë përgjësi asnjëri. Kështu që të kërkosh sot me tjetët aktor, të rifillojmë lojën me njëherë mbas 6 muaj, për mua është e vështirë. Prandaj tham duhet ndodhin disa gjëra. Por, një gjë është e sigurt. Më falë, zoti Kulluri, ndryshe nga partitë e tjera, Shqipëria bëhet e ka treguar qëndresën e vetë. Ka që ditë që qëndron dhe proteston duke i bërë ballë edhe sulmeve policore, edhe kallëzimeve e tjera me radhë. Tani ka ndryshuar edhe formën e protestës. Është moment shumë rrëmuj. Do të thënë është një moment i paqartë. Mos kërko sot. Pra ky popull është kaotik, s'po merr vesh. Jo, marr situata kaotike në tërsinë e vet, sepse edhe konflikti midis drejtësisë dhe qeverisë nuk ka shkuar në fund. Po kjo është një ranë. Kriza nuk ka shkuar në zgrip akoma. Kriza ka tejkaluar, po mund të të përgjigjesh. Që ka tejkaluar dhe se ka zgjuar që kemi pa shpresë pastaj. Ola, ta bëj një kohë që më japin mesazh mua. Këta nuk vinë dot në pushtet, sa janë këta të dy. Kjo është ideja. Ky është thelbi pra. Po ky është thelbi i pushtetit. Nuk dua të kundërshtoj mendimin e tyre se ka bazë ajo që thanë, por shiko, mua nuk më rrikur kjo logjik që tha Poli tani, pse zoti Hoxha, pse? Sepse nuk mundet që ne të bindim njerëzit të rrëzojnë atë që i vjedh. Pra të rrëzosh atë që të vjedh. Jo se thash unë këtë. Të lutem. Jo, njerëzit mendojnë që ju s'do vini në pushtet. Nuk investohen për të ardhur të sepse kanë mekanizmin ata, më është i hapur mekanizmi. Të lutem. Po të lutem, mund të rrëzojnë klasën e korruptuar të Edi Ramës dhe gjithë shokët e vetë që e rrethojnë, dhe po janë aq të majtë sa nuk e lënë dot gjao vdekur atë partinë, mund votojnë një plejad të re të majtësh të cilët t'ju udhëheqin në drejtimin e dur. Po juve ju votuan, zoti Lapa, ju... Po dal. Pra ajo që unë po them është, nuk mundet të pretendohet që duhet të çojnë qytetarët, të bindim ne qytetarët që të çohen, që t'u thonë këtyre të korruptuarve që duhet ikin. Duhet që njerëzit absolutisht të distancohen nga kjo gjendje që është vendi sot, dhe kjo është e vonuar. Të distancuar janë. Të lutem. Njerëzit me apatik, po më lër ta mbaroj. Ata janë aktiv se distancuar. Po, ja, ta mbaroj, po. A mund ta mbaroj? Po. Në lidhje me gjendjen që është vendi sot, unë mendoj që ka një përgjegjësi shumë të madhe të gjithë liderëve të atyre që janë partinë opozit. Nisur që nga ne të parët e me radhë. Pse? Tani, e keni vënë ju zonjë që bëhen 7 protesta të ndara në këtë vend. Një parti del pas kryeministrisë, një futet te parlamenti në rrëz, një te hyrja e parlamentit. Ju ikni kur dalin ata të opozitës e vini prapë në darkë. Më lër ta mbaroj. Tani njerëzit tu çorientohen. Sepse fragmentarizohen, nga ana tjetër darkave në televizor dalin nga këta analistët e paguara me xhutona nga pushteti, dhe u tregojnë njerëzve se sa të këqij janë këta që do vinë dhe po erdhën këta shumë më keq do bëhet dhe ju nuk e dini çe keq e pret sa mirë jemi sot. Shiko këta vjedhin, po këta që vinë nuk janë ngopur dhe do na vjedhin më shumë se këta që janë sot, ndërkohë që këta që janë sot na kanë vjedhur shumë dhe tani nuk do na vjedhin më. U thon çdo darkë. Dhe fut dhe këtu dhe pjesën e çorientimit që ndodh nga leadershipi, njerëzit çorientohen dhe unë them modestisht kam 3 muaj që kjo më vajti këtej. Po u them hajdeni në shesh, pa flamuj partish, po me flamurin kombëtar. Lereni partinë se sot Shqipëria ka nevojë të rrëzojë këtë klasë të korruptuar që e ka marrë peng. Dhe ne drejtuesit të bëjmë 2 hapa pas, unë i pari, të zhvendosem, mos të dal fare në vit parë. Po hajdeni të vendosemi të gjithë aty. Partia Demokratike, Lëvizja Shqipëria bëhet, partitë e tjera, partia në fjalë, të gjitha partitë, organizatat shoqërisë civile, qytetarë të angazhuar, dhe aty të dakordsohet për një platformë të plot ndryshimi, që është
një ligj, pra një kod zgjedhor, pra tjetë paket. Që tjetë gjithë përfshirës. Po pra, që të gjithë të dakordësojnë me një variant kodi zgjedhor që përfundimisht e heq hilen nga ligji zgjedhor dhe e çon në shinat e demokracisë dhe këtë t'ja çojmë gjithë ndërkombëtarëve dhe t'ja imponojmë Partisë Socialiste. 2. Dorëheqjen e Edi Ramës dhe shkuar krimin e një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor e përbërë nga intelektualet më të mirë, për ta çuar vendin në zgjedhjet parakoshme, sepse me Edi Ramën kryeministër, Belinda Bauku do drejtoj qarkun e Fierit zonjë. Dhe me Edi Ramën kryeministër, ministri i brendshëm, kushdo qoftë ai, do garantoj që makinat e policisë të shoqërojnë. Kush e ka fajin se bëre gjithë, po pse s'e shu? Po jam po e shpjegoj vura faj të gjithë klasës pra edhe. Jo, si që e pas ka gjithë klasë, kush nuk e pranon, kush nuk e pranon këtë lloj. Në opozitë, mo kush është më kryesori i emrit. Ta them unë, u krijua ky forumi qytetar dialogut? Po, forumi për dialog politik. E propozoj? Po. Ne, Shqipëria bëhet, tha po në parim. Po në parim. Edhe PD-ja tha po në parim. Tha dhe PD-ja po në parim. Mundësia tha jo, po. 2 partitë tjera nga këto të reja thanë jo. Unë mendoj që të thuash jo a priori, kur ka një propozim për të krijuar një kohezion, për bau një pushteti që e ka kap si kanceri malin Shqipërinë, për mua nuk është shërbim ndaj Adeut, është dëm që i bëhet Adeut në këtë gjendje që Shqipëria sot. Sepse Shqipëria nuk mund ta ketë dhe nuk mund ta pretendojë ndryshimin në vitin 2080 apo në vitin 2100. I duhet sot rrëzimi Edi Ramës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike nuk e ka pas sinqert punë. Pse? Sepse ne vum kushte të cilat janë bazike. Kërkesa, mos i quaj kushte. Kërkesa. A e keni seriozisht ju luftën kundër pushtetit të Edi Ramës? Po. Hajdeni në shesh dhe luftoni me Edi Ramën. Jo me turizëm. Do thënë ka hipokrizi PD-ja e Berishës. Patjetër më. Hajdeni në shesh, vendosemi në shesh, të lutem. Vendosemi në shesh sepse ne na duhet një provë që këta nuk na përdorin mëjzë. Sepse në 27 korrik të vitit 2024, unë kam qenë në komisionin parlamentar aty dhe quam 21 firma për ligjin për votën e diasporës dhe ligjin për kodin zgjedhor. U votua votet diasporës, kur erdi punat e kodin zgjedhor. U mbyll Damiani me... Damiani në një ngriti dorën, Gazbardhi me Oert Bylikbashi ngriti dorën, mbaj mend për hir të së vërtetës zotin Mediu që i pa njerë kështu dhe i tha, ore ç'a po bëni? Kundra ka qenë po. Kundra ka qenë. Ore ç'a po bëni tha? Dhe unë që u them, ore ç'a po bëni thash? Po japin tavolin pushtetin. Ç'a po bënin ata si argumentuan? Ata u bashkuan me Tërmetin. Qartë. Me Damian Tërmetin. Dhe me këta dorëzosh Damian. Të lutem tani. Po këtë po them pra, o më lër. Ajo që po them është sot, dhe unë e kam parë me sytë e mi, them, jeni mos besues me të drejtë. Ju duhet të na japni një provë që luftën kundër Damian Tërmetit dhe Edi Ramës dhe mbrojtjen pa kushtet dhe mbrojtjen e spakut edhe drejtësisht. E keni seriozisht. E keni seriozisht, si është seriozisht? Do zbrisni në shesh dhe nuk do ikni më. E para, e dyta. Ai gabim që keni bërë me kodin zgjedhor, që Edi Ramës i ka dhënë. Ata s'u shprehen. Të lutem, i ka dhënë 9 deputet. Do të shprehen të pak. Ka marr vota ka marr për 74 mandate, deputet ka marr 83. Po bëhet prapë, drejtik. Erdhi 2024 apo përsëritet. Të shprehen, ata shprehen. Dhe ne i kemi thënë, ju duhet të dilni qartësisht për një proporcional kombëtar me lista të hapura. Ju duhet vini në shesh në një luftë pa kthim me Edi Ramën dhe ne të gjithë të hyjmë në luftë politike, gjithmonë. Politike dhe ne do jemi në shesh. Pra ne e bëjmë sakrificën nëse është çështja për një interes të madh kombëtar. Po nëse çështja është që ne të na bëjmë vagonin e 47 të Partisë Demokratike që në fund shkon dhe i jep votat Damian Tërmetit për të bërë kodin siç e do klika e vjetër politike, ne nuk jemi. E kuptoj. Pse keni ndruar